Gjatë aksionit të realizuar gjatë orëve të mbrëmjes së të shtunës nuk është regjistruar ndonjë incident, pronarët e objekteve hoteliere që u përfshin në aksion nuk kanë kundërshtuar. Andaj dilema nëse prania e forcave policore ka qenë e domosdoshme dhe është ngritur si shqetësim nga pronarët e objekteve dhe qytetarët e Gostivarit. Burime nga policia e Gostivarit flasin se gjatë periudhës së kaluar të vitit ka ndodhur vetëm një rast ku është të kryer sulm fizik mbi personin zyrtar brenda në objekt. Televizioni TV2 hulum të rastet kur në shënjestër të dhunës fizike kanë qenë personat me status zyrtar, duke përfshirë edhe inspektorët e institucioneve të ndryshme. Të dhënat e siguruara ekskluzivisht nga TV2 flasin se sulmet mbi personat me status zyrtar gjatë periudhës së kaluar të vitit mund të numërohen me gishta, edhe ato kryesisht ndërlidhen me pjesëtarët e policisë dhe jo persona zyrtar me status civil siç janë inspektor. Këto të dhëna përkojnë me vërejtjen e pronarëve të lokalëve dhe qytetarëve të Gostivarit se prania e forcave policore gjatë aksionit nuk ka qenë e nevojshme. Burime nga policia e Gostivarit flasin se vetëm në një rast është kryer sulm fizik mbi personin zyrtar të një objekti hotelier. Rastet e tjera kanë ndodhur kryesisht tek organet e rendit në aksionet për vendosjen e rendit dhe qetësisë publike ose gjatë kontrollëve në komunikacion. Pra nuk kemi raste të sulmeve fizike ndaj personave zyrtar me status civil, siç janë punonjësit e inspektoriatëve të ndryshme. Gjatë aksionit realizuar gjatë orëve të mbrëmjes të së shtunës nuk është regjistruar ndonjë incident. Pronarët e objekteve hoteliere që u përfshin në aksion nuk kanë kundërshtuar. Andaj dilema nëse prania e forcave policore ka qenë e domosdoshme ka hasur në reagimin e pronarëve, por edhe qytetarëve të Gostivarit. Edhe pas 3 ditëve, Drejtoria për të hyra publike, njësia tatimore në Gostivar, nuk posedon të dhëna mbi aksionin e realizuar të shtunën në mbrëmje në qytetin e Gostivarit. Përgjegjësi njësit tatimor, Lulzim Jashari, nuk mund të thot asgjë nëse gjatë aksionit realizuar nga Drejtoria për të ardhura publike, Inspektoriati Shtetëror i Tregut dhe me asistencë të forcave të armatosura policore se a janë konstatuar parregullsi në lokalet e inspektuara, sa lokale u dënuan me gjop dhe sa prej tyre u mbyllën. Jashari theksoi se informacionet e tilla mund të sigurohen në instanca përgjegjëse të Drejtorisë për të ardhura publike.